Fitimet e larta dhe nivelet e qëndrueshme të kapitalizimit të bankave në Shqipëri kanë bërë që Fondi Monetar Ndërkombëtar të rekomandojë forcim të mëtejshëm të sistemit financiar. Sipas këtij institucioni, ky është një moment i përshtatshëm që bankat të ndërtojnë rezerva shtesë kapitali si masë parandaluese për rreziqet e mundshme në të ardhmen. Nëse ti do të vendosësh shtesat më të larta kapitali, atëherë bankat automatikisht janë më të kufizuara në hapësirën për të kredituar. Megjithatë krijon disa mundësi të tjera, duke qenë se shtesa e kapitalit nuk është vetëm përmes shtesës që bëjnë aksionerët. Në afat të shkurtër, rritja e kërkesës për kapital mund të ndikojë në ritmin e kreditimit, por sipas ekspertëve, efekti afatmesëm është pozitiv për gjithë sistemin financiar. Ky kapital i mbledhur i akumuluar rezervë shërben për të mbuluar humbjet që mund të kenë bankat nga mosshlyerja e kredive apo nga vështirësitë të tjera, dhe pikërisht prandaj kërkohet që ti të mendosh për shtesë të kapitalit për marrjen e masave kundërciklike në kohë të mira. FMN sugjeron një rezervë sigurie në intervalin 1-2% të kapitalit, duke shfrytzuar fitimet ekzistuese, të cilat sipas saj do të garantonin një sistem bankar më të fortë dhe më rezistent ndaj goditjeve.